Policia turke ka bastisur shtëpinë e kryetarit të Bashkisë së Stambollit Ekrem Imamoglu ditën e mërkurë, duke arrestuar atë për një hetim për korrupsion, një lëvizje që u dënua nga Partia Popullore Republikane si një grush shteti. Imamoglu, një figurë popullore dhe fuqishme brenda CHP-s, është rivali kryesor politik i presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe arrestimi i tij erdhi disa ditë para se ai të emërohej kandidati i partisë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028. I konsideruar gjithësisht si kandidati më i fortë për të sfiduar Erdogan, karriera e Imamoglu është hjezuar nga një sër hetimesh që kritikët thonë se janë të motivuara politikisht. Bastisja e policisë ndodhi vetëm disa orë pas revokimit të diplomës së tij nga Universiteti i Stambollit, në mes të pretendimeve se ajo ishte marrë gabimisht. Revokimi është një lëvizje me risk të lartë, pasi kandidatët për president në Turqi duhet të kenë një kualifikim të arsimit të lartë. Është arrestuar dhe tani ndodhet në selinë e policisë, tha një asistent i tij për shtyp, i cili kërkoi të mos identifikohej, pasi nuk ishte i autorizuar të fliste me median, edhe nuk mund thoshte se pse ishte arrestuar. Qindra oficer policie erdhën tek dera ime, ja besoj vetëm popullit, tha ai në një video të postuar në X. Një deklaratë nga zyra e prokurorit publik të Stambollit përmendi akuza, përfshir rrëshfet dhe shtrëngim, duke thënë se Imamoglu ishte lideri i një organizate kriminale dhe se 100 të dyshuar ishin arrestuar. Lëvizja duket se është e lidhur me një hetim për manipulimin e tenderve nga Imamoglu që u hap në vitin 2023. Por raportet e medias lokale, përfshir agjencinë shtetërore të lajmeve Anadolu, thanë se arrestimi i tij ishte gjithashtu i lidhur me një hetim tjetër për ndihmën e partisë të ndaluar të punëtorëve të Kurdistanit, duke thënë se ai ishte një nga 7 njerëzit që ishin arrestuar. Ndërkohë në Turqi janë bllokuar mediat sociale dhe është ndaluar mbajtja e protestave, tha kreu i CHP-s Grozel, i cili dënoi këto veprime dhe i quajti një përpjekje grushti shteti kundër presidentit tonë të ardhshëm. Marrja e vendimeve në emër të popullit, përdorimi i forcës për të zëvendësuar vullnetin e popullit ose për ta penguar atë është një grush shteti, tha Özel. Ne nuk do të dorëzohemi, në fund vullneti i popullit do të mbizotrojë dhe Turqia do të fitojë, shtoi ai. Pak pas bastisjes së policisë, qasja në platformat e mediave sociale u kufizua, tha monitori i aksesit në internet NetBlocks. Shifrat e drejtë për drejta tregojnë se Turqia ka kufizuar qasjen në disa platformat mediave sociale, përfshirë X, YouTube, Instagram dhe TikTok. Ky incident vjen ndërsa kryetari i Stambollit Ekrem Imamoglu dhe 10 të tjerë janë arrestuar në ngjarje të cilat opozita i përshkruan si një grush shteti, tha ai. Dhe zyra e guvernatorit të Stambollit lëshoi menjëherë një ndalim për të gjitha protestat deri më 23 mars. Disa demonstrata ishin shpallur nga CHP-ja të martën e kaluar për shkak të revokimit të diplomës së Imamoglu, të cilën ai tha se do ta padiste në gjykat. Ne do ta luftojmë këtë vendim të palishëm në gjykat, tha 53 vjeçari. Ne do të ndërtojmë një sistem që do të fshijë padrejtësinë nga kujtesa e këtij vendi. Erdogan ka hedhur poshtë her pas here pretendimet se ai vetë nuk ka përfunduar universitetin dhe nuk është i aftë kushtetueshmërisht për të mbajtur postin e presidentit. Në një deklaratë në X, Universiteti i Stambollit tha se diplomën e 28 personave përfshirë Imamoglu do ta tërhiqte dhe do ta anullohej për shkak të gabimeve. Kryetari i bashkisë kishte publikuar më parë një kopje të diplomës së menaxhimit biznesit që mori nga Universiteti i Stambollit në vitin 1995, pasi një gazetar kishte pretenduar se ai nuk ishte një të tillë. Në vitet e fundit Imamoglu ka qenë i përfshirë në disa hetime ligjore, në 3 raste të reja që u hapën këtë vit. Në vitin 2022 ai u dënua me 2 vjet e 7 muaj burg dhe u ndalua të merrte pjesë në aktivitete politike për ofendimin e zyrtarëve të zgjedhjeve në Stamboll, një dënim që ai e ka apeluar, rezultati i cilit ende është në pritje.